Lezhë u kthye në një qendër të rëndësishme të poezisë shqipe me zhvillimin e edicionit të tretë të aktivitetit letrar E-Anlis, i organizuar klubi letrar Ndosgjetja. Aktiviteti mblodhi rreth 100 poetë nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut dhe diaspora në kuadër të kremtimit për beslidhjen e Lezhës. Këtë vit E-Anlis i është kushtuar poezisë në Gegnisht, duke nxitur autorë nga zona ndryshme të vendit të eksperimentojnë dhe të rikthejnë në vëmendje këtë pasuri gjuhësore të letërsisë shqipe. Kryetari i klubit letrar Ndosgjetja, poeti Ekuran Koka, u shpreh interesi i madh i poetëve dhe cilësia e krimeve dëshmojnë se E-Anlis tashmë është ndërruar një pikë referimi për poezinë bashkëkohore shqiptare. Ky është edicioni i tretë i E-Anlis. Është një festival i poezisë dedikuar poezisë gegnish. Kjo e ardhme si një nevojë e shkrimtarëve, ne duke qenë lezhian, mendojmë që ka nevojë të festojmë edhe për poezinë gegnish. Por surpriza e madhe është që në festivalin tonë ne kemi pjesëmarrës nga Lushnja, nga Saranda, nga Korça, kemi pjesëmarrës nga gjithë trojet ku flitet shqip, normalisht Kosova, Ilirida, nga do marrin pjesë me poezitë e tyre dhe kjo jep një dimension komplet tjetër dhe komplet të mrekullueshëm këtij festivali që ne marrim dhe që është përbashkues për gjithë shqiptarinë. Në konkurrim morën pjesë 40 poetë, të cilët u vlerësuan nga një juri profesioniste përbërë nga Marash Mirashi, Alketa Gashi, Fazliu dhe Zia Vukaj. Me pjesëmarrje të gjerë dhe nivel të lartë artistik, E-Anlis po forcon profilin e Lezhës si një hapësirë ku historia, gjuha dhe krijimtaria bashkohen në shërbim të kulturës kombëtare.